Përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 11. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani priti dje general-major Oskan Ullitash pas marrjes së detyrës së komandantit të KFOR-it. Ajo e uroi për rikthimin në Kosovë dhe ritheksoi rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë për paqen dhe sigurinë në vend dhe rajon. Gjatë takimit u diskutuan zhvillimet në fushën e sigurisë, duke përfshirë kërcënimet nga Serbia dhe përdorimin e dronëve, ndërsa Osmani theksoi nevojën për koordinim të ngushtë të KFOR-it me institucionet vendore për parandalimin e veprimeve destabilizuese. Në mungesë të akuzuarve për keqpërdorim të detyrës zyrtare, Faruk Mujka dhe Hysen Muzliukaj kanë dështuar seancën e shqyrtimit fillestar në gjykatën themelore në Prishtinë. Në seancë munguan edhe avokatët të akuzuarve. Avokati të akuzuarit Faruk Mujka, Gjafer Tahiri, sipas gjyqtares Violeta Namani, Hajra e ka arsyetuar mungesën me probleme shëndetësore të familjarit të tij. Ndërsa avokati Ahmet Tahiri, sipas gjyqtares, e ka arsyetuar mungesën me një seancë tjetër në të njëjtën gjykatë. Seanca u caktua për 20 tetor. Të tyre në këtë çështje penale do të veprohet konform rregullat të procedurës penale, nëse është e nevojshme do të çohet edhe urdhëresë për sjellje me shoqërinë ndaj të njëjtë. Ndërsa sa i përket të mbrojtësit Gjafer Tahiri, njëjti ka arsyetuar mungesën e sotme për këtë seancë, ndërsa sa i përket mbrojtësit Ahmet Tahiri, e njëjti deri më tani nuk ka ofruar gjykatës ndonjë proces verbal apo dëshmi që i njëjti në të njëjtën kohë është në një seancë tjetër në këtë gjykatë. Kështu që seanca sot me përfundon, seanca e ardhshme caktuar me datë, si datë vetëm e mundshme, prokurori e kemi datën 20 tetor. Në ora 9, meqense zakonisht po ka dhe seanca 9:30, kom planifikuar që e njëjta seancë të caktuar në ora 9. A jeni një me 20 drejti. Kështu që palet prezent njoftohen me proces verbal që do t'ju shërbejnë e vend të ftesave të rregullta, ndërsa për të lartë sekurit do të veprohet si që ceka edhe më lartë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe Ministre e Ekonomisë në detyrë Artane Rizvanolli e kanë vizituar termocentralin Kosova B pas përfundimit të punimeve në rehabilitimin e njësisë B2 të këtij termocentrali. Projekti u realizua në bashkëpunim të ngushtë me kompaninë prestigjioze General Electric dhe me përfshirjen e ekspertëve vendor të Kekut. E 198 ndërmarrje mikro të vogla dhe të mesme kanë nënshkruar marrëveshjen përfituese nga Ministria e Ndërmarrësisë përmes 3 skemave të granteve të Agjencisë për Investime dhe për krajën e ndërmarrjeve në Kosovë, Kiesa. Në ceremoninë e nënshkrimit të granteve që përfshin shumën prej 8.9 milion eurosh, mori pjesë kryeministri në detyrë Albin Kurti. Këto 198 ndërmarrje mikro të vogla dhe të mesme janë përfituese nga 3 skema të granteve nga Kiesa. E para është skema e granteve për mbështetje ndërmarrjeve prodhuese me potencial për eksport, për blerjen e makinerive prodhuese, 129 ndërmarrje përfituese me vlerë financiare prej 7.3 milion euro. Qëllimi i kësaj skeme mbështetëse është për zgjerimin e kapaciteteve prodhuese dhe përpunuese në sektorët prioritar industrial dhe rritjen e konkurrueshmërisë së tyre me produkte me vlerë për tregun ndërkombëtar. E dyta është skema e granteve në mbështetje të ndërmarrjeve që operojnë në sektorin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Janë 42 ndërmarrje përfituese me vlerë prej 1 milion euro. Përmes kësaj skeme mbështetëse po ndihmojmë ndërmarrjeve që paraqesin propozime për krijimin e produkteve të reja apo zhvillimin dhe përmirësimin e produkteve ekzistuese me fokus në rritjen e mundësive për eksport. Dhe e treta është skema e granteve për certifikimin e produkteve. Janë gjithsej 27 biznese përfituese me vlerë prej 600.000 euro. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë mbetet e përkushtuar në përkrahjen e vazhdueshme të ndërmarrjeve mikro, të vogla, të mesme dhe ndërmarrjeve dhe start-up në Kosovë
Së bashku me ju, mbështetje nga qeveria, nga partnerët mbështetës për zhvillim, ne synojmë rritjen ekonomike të barabartë dhe forcimin e ekosistemeve të inovacionit. Raporti i Bankës Botërore për Ballkanin tregon se ekonomia e Kosovës poruan një ritëm të rritjes pranë 4% në afat të mesëm, por ngadalësimi ekonomik dhe rikthimi i presioneve inflacioniste në vitin 2025 po ndikojnë negativisht të ardhurat reale të familjeve. Inflacioni i përgjithshëm arriti në 4.3% në korrik, duke gryer fuqinë blerëse. Sipas raportit, investimet private dhe publike janë rritur mbi 13%, ndërsa sektori financiar po zgjeron aktivitetin, por flukset e investimeve të huaja dhe rimitanca të mbeten më modeste sa përtej, duke zgjeruar deficitin e llogarisë korrente. Raporti paralajmëron se pasiguria politike, mungesa e qeverisë funksionale dhe sfidat strukturore përfshirë diversifikimin e ulët ekonomik, pjesëmarrjen e kufizuar të grave në punë, emigrimin e të rinjeve dhe një sektor privat të përqendruar tek ndërmarrjet e vogla, kërkojnë reforma të thella për një rritje më të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Kryeministri Kurti, duke komentuar raportin e Bankës Botërore, ka thënë se Kosova në 4 vitet e fundit nuk ka rënë asnjëherë nën 4% të rritjes ekonomike. Raportet ndërkombëtare në përgatisin edhe më shumë, ka thënë ai. Edicionin e vazhdojmë me informacione të tjera. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se më 11 tetor përfundon periudha e votimit jashtë Kosovës për shtetasit e Kosovës, të cilët janë regjistruar për të votuar përmes postës në zgjedhjet lokale për kryetar të komunave dhe për kuvendet komunale. Kjo periudhë, e cila ka filluar më 17 shtator, vlen vetëm për rreth 44.000 shtetasit që janë regjistruar suksesshëm si votues jashtë Kosovës. Deri më 11 tetor 2025, votuesit e regjistruar jashtë Kosovës duhet të dërgojnë pakon e tyre me flet votime në ndonjëren nga kutit postare të KQZ-s. Policia e Kosovës është pjesë e garës King Abdullah Special Operation Training Center në Jordani. Këtë vit, pjesëmarrëse janë 38 ekipe të shteteve të ndryshme të botës. Në këtë garë, njësitë të elite policore si dhe ato ushtarake po garojnë në disa disiplina me shkallë të lartë të vështirësisë dhe taktikës si gjuajtje me armë të llojeve të ndryshme dhe marshime me pesha të rënda. Ekipi i Policisë së Kosovës ka arritur të futet në pjesën finale të garave, ku pjesëmarrëse në këtë fazë do të jenë 15 ekipe. Parlamenti Evropian ka votuar në favor të ndryshimeve në mekanizmin e suspendimit të regjimit të vizave, duke i dhënë Bashkimit Evropian kompetenca të reja për ta pezulluar udhëtimin pa viza kur siguria e Evropës është në rrezik. Nga vendet e rajonit kërkohet në veçanti që ta përshtatin politikën e vizave me atë të BE-s. Parlamenti Evropian ka votuar në favor të ndryshimeve në mekanizmin e suspendimit të vizave, duke i dhënë kështu Bashkimit Evropian kompetenca të reja për të pezulluar udhëtimin pa viza, kur siguria e Evropës është në rrezik. Për herë të parë në mekanizmin e suspendimit janë përfshirë kërcënimet hibride, pasaportat e arta, migracioni pa rregullt dhe rreziqet e sigurisë. Sipas rregullave të reja, Bashkimi Evropian do të ketë më lehtë të pezullojë udhëtimin pa viza për shtetasit e vendeve që nuk respektojnë të drejtat e njerëzit, nuk përshtaten me politikën e vizave ose nga të cilat ka keqpërdorim të mundësisë për udhëtim pa viza. Konform rregullave të përditësuara, shtetet e rajonit të Ballkanit Perëndimor nuk janë në rrezik, mirë po tërhiqet vërejtja se keqpërdorimi i lirisë së lëvizjes mund të çojë deri te suspendimi i regjimit të vizave. Nga vendet e rajonit kërkohet në veçanti që të përshtatin politikën e vizave me atë të BE-s. Kjo nënkupton vendosjen e një regjimi vizash për çdo shtet të tretë që ka të njëjtin regjim me Bashkimin Evropian, në mënyrë që vendet e rajonit të mos shndrohen në tranzit për emigrim ilegal drejt vendeve të Bashkimit Evropian.
Ndërmarrja Termokos ka nisur sezonin e ri të ngrohjes 8 ditë para fatit të zakonshëm. Vendimi është marrë pas rënjes së temperaturave dhe në koordinim të ngushtë me Korporatën Energjetike të Kosovës. Siç njofton Termokos, kjo është hera e parë që furnizimi me energji termike fillon kaq herët, ndërsa Termokos dhe KEK po hynë në sezonin e 10 të bashkëpunimit. Kompania njofton se ngrohja do të stabilizohet gradualisht dhe kërkon mirëkuptimin e konsumatorëve. I dërguari special i SBA-s Steve Witkoff dhe dhëndri i presidentit të SBA-s Donald Trump, Jared Kushner, do të bashkohen bisedimeve për planin e paqes në Gaza midis negociatorëve izraelit dhe Hamas në Egjipt të mërkurë. Mboritja atyre vjen ndërsa dita e dytë e bisedimeve indirekte të martën përfundoi pa rezultate të prekshme, ka thënë për BBC një zyrtar i lartë palestinez i njohur me negociatat. Trump mbajti një ton pozitiv, ndërsa izraelitët shënuan për vjetorin e dytë të sulmeve të udhëhequra nga Hamasi më 7 tetor, duke thënë se ekziston mundësia që të kemi paqe në lindjen e mesme. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu nuk komentoi mbi statusin e bisedimeve, por u tha izraelitëve se ishin në ditë vendimtare. Kryeministri i Katarit Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, i cili shihet si një ndërmjetës kryesor, do t'i bashkohet gjithashtu bisedimeve, tha një zyrtar për agjencinë e lajmeve Reuters. Pjesëmarrja e Al Thanit kishte për qëllim të shtynte përpara planin e armëpushimit në Gaza dhe marrëveshjen për lirimin e pengjeve, tha zyrtari. Pritet që ati t'i bashkohet edhe kreu i inteligjencës turke. Një zyrtar izraelit tha se seanca e mëngjesit përfundoi pa rezultate të prekshme mes mosmarrëveshjeve mbi hartat e propozuara të tërheqjes izraelite nga Gaza dhe mbi garancitë që Hamasi dëshiron të sigurojë që Izraeli të mos rifillojë luftimet pas fazës së parë të marrëveshjes. Trump ju drejtua shqetësimeve të martën duke u thënë gazetarëve se ne do të bëjmë gjithçka që është e mundur për t'u siguruar që të gjithë të përmbahen marrëveshjes. Më parë një zyrtar palestinez tha se negociatat ishin përqendruar në 5 çështje kryesore: një armëpushim i përhershëm, shkëmbimi i pengjeve që mbahen ende nga Hamasi për të burgosurit dhe të paraburgosurit palestinez nga Gaza, tërheqja e forcave izraelite nga Gaza, marrëveshjet për shpërndarjen e ndihmës humanitare dhe qeverisja e territorit pas luftës. E kryenegociatori i Hamasit Khalil Al-Haya, të cilin Izraeli shënjestroi muajin e kaluar në një seri sulmesh ajrore në kryeqytetin e Katarit, i tha televizionit Al Kahira News të lidhur me shtetin egjiptian se grupi kishte ardhur për të zhvilluar negociata serioze dhe të përgjithshme. Do që të lajmet e orës 11, faleminderit për vëmendjen tuaj, miru takofshi.